për mendimin tim Bayerni ka skuadër super të kompletuar me 2-3 gjëra që mund t'i bëj ato, duke marrë një qendërmbrojtës. Ne shohim sa kompletuar është mbrojtja e Bayernit kundër PSG-s. Por qendërmbrojtës tani dihen okazionet kush janë. Është Konate i Liverpoolit, është Guehi i Crystal Palace-it, këto janë okazionet. Tomori i Milanit. Mos murroni. Mund të marri Schlotterbekun e Dortmundit, mund ta marri, me që është brenda kampionatit dhe e njeh, por Bayerni me 2-3 rregullime të vogla bëhet super ekip. Do kthehet dhe Musiala, Karlin e kanë talent që do shpërthej ai, është akoma i ri, 17 vjeç. Dhe gabimi vetëm nëse mund ta quaj gabim është ta kthejmë prapë në Angli, atë nuk është për një Bayernin ky Jackson apo Jackson. Nicolas Jackson. Dhe ai nuk është as për Milan. Ta kthejnë atë në Angli. Jo se kemi lëshë mirë tani. Ta kthejnë atë në Angli dhe kanë gati lojtarin që duhet marrin. Fisnik Aslanin. Kthejnë në Angli Jacksonin. Fisnik Aslanin e ke fix është kopja për karakteristika sa njerëzit direkt sa përmenim në i kështu krahasim do e krahasove me Kane. Fisnik Aslani është fix lojtar si Harry Kane në karakteristika. Mbron topin, hap topin me të majtën, me djathën, teknik, është gjen korridoret e dura të shokëve të ekipit, me kokë është i fortë, me të majtën, me djathën gjun. Bayerni e ka aty nga kampionati gjerman. Se volte Messi iku. S'ke nevojë që të shkosh edhe aty ti ngjan me karakteristika volte madhes. S'ke nevojë fare. Ktheja atë që i morë Chelsea, nuk ka për të bëj për mua një lojtar, për mendimin ai mund të shpërthej, mund të bëj, por për mua nuk ka për të bëj. Ktheja atë, merja Ofenheimit Fisnik Aslanin edhe zgjidhet dhe zëvendësin e Harry Kane.